7 shkelje të pretenduara të kushtetutës numëroi Gazmend Bardhi teksa njoftoi depozitimin e një kërkese për shkarkimin e presidentit të Republikës Bajram Begaj. Për kreun e grupit parlamentar të PD-s, shkelja e parë rënd lidhet me dekretimin e zgjedhjeve të pjesshme për Bashkinë Tiranë. Ka dekretuar zgjedhje të pjesshme vendore në Bashkinë e Tiranës, pa u krijuar nga pikpamja kushtetuese vakanca, duke ju bindur urdhrit politik të Edi Ramës në Asamblen e Përgjithshme të Partisë Socialiste. Kërkesa e presidentit në kushtetuese për sqarimin e mandatit të anëtarëve të kësaj gjykate, dekretimi i diellës ministre, dekreti i ligjit për komisionet hetimore, apo edhe akuzat se e lejoi përfshirje të trupës diplomatike dhe kabinetit të tij në zgjedhje për Partinë Demokratike, janë arsye që Begaj të mos jetë më kreu i shtetit. Akuza më e rëndë që Bardhi hodhi në drejtim të Begajt ishte një çështje për të cilën tha se do të kërkojë dhe hetim nga SPAK. Ka krijuar një gjendje permanente konflikti interesi që cënon konkurrencën e lirë në treg, duke i dhënë përfitimet e të gjitha prokurimeve publike të institucionit të presidentit e Republikës në fushën përkatëse kompanisë private ku është punësuar, i dyshuar në mënyrë fiktive, dhe të dhëna ndodhen në kërkesë djali i tij pas emërimit të zotit Begaj si president i Republikës së Shqipërisë. Begaj, sipas kreut të grupit parlamentar demokrat, meriton të shkarkohet edhe pse sipas tij denigroi institucionin, pasi duke qenë në detyrë ka marrë rroga si konsulent në një klinik private dhe si pedagog në Akademinë Ushtarake. Por pa u mbushur ende ora e depozitimit nga Partia Socialiste, erdhi përgjigjja e prerë. Presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do shkarkohet. Shkarkimi i presidentit të Republikës sipas nenit 90 të Kushtetutës së vendit bëhet vetëm për shkelje të rënda të ligjit themelor dhe për kryerjen e një krimi të rënd. Propozimi për shkarkimin e presidentit bëhet nga të paktën 35 deputet dhe duhet miratuar në seancë plenare nga të paktën 94 vota. Por shkarkimi eventual nga kuvendi në të gjitha rastet i dërgohet gjykatës kushtetuese, e cila është ajo që vërteton fajësinë dhe deklaron shkarkimin nga detyra.